Çështja e faktit është që ka qenë ai rast që u bë sebeb për të dalë kjo, ka dhe tjera nga ai rast. Si ka të persona tjerë që po tash se më pyete për shantazhin. Po. Patjetër. Dakor, ka dhe persona tjerë përfshirë në atë çështje, të cilat në shumë mënyra me tjetër, të gjithë kemi shku ka herë në Greqi, gjithë kemi fjet në hotele, gjithë, jo gjithë, po domethënë ka plot. Po ta kishte deklaruar asgjë s'do kishte ndodhur, e the edhe vet. Çështja është e mos deklarimi, pra të fsheja në deklarimin e formularive deklarimit. Plotësisht dakord, fsheja duhet ishte dënuar, duhet ishte e dënueshme, nëse do ishte e mundur, do ishte zgjidhur problemi. Problemi është që ligjërisht është e pamundur në këto kushte, kështu që ne tani po rrajmë në avans, s'kemi çfarë të bëjmë tjetër. Dhe po diskutojmë moralin, ne kemi hyrë te etika dhe morali. Ligji ky është. Edhe ligji i lulit nuk e dënoi. Kështu që iku ky model. Tani vim tek situata e moralit. Morali ka disa aspekte tani. Morali më i lartë në një shoqëri me shtet është ligji. Po. Është ai që shkruhet në ligj. Të gjitha tjerat pastaj janë subjektive, ç'është morale për dikë, s'është morale për dikë tjetër. Kjo është e para. Dyta, a unë ju dhash një kriter morali, për mua më e rënda është ata që i kanë ato letra. E treta, duhet jemi pak sinqert, më thënë vërtet. Për çfarë? Dhe duhet jemi rreth sinqert, mos bëjmë hipokrit. Gjysma e Shqipërisë në jug, pa flas për jugun e Shqipërisë, që ka gati gjysmën e popullsisë shqiptarëve, ose kanë letra greke, ose aspirojnë me çdo kusht që të kenë letra greke. Çfarë problemi kanë letrat greke? Po. Lutem, për flasim për moralin e shoqërisë tani. Jo, s'ka problem. Unë veti dua i pa letra greke, i kam dashur, në fund drejtë. Po pra, ku qëndron e keqja? Pse po ma lidh me Irina Gjokën? Me dënimin. Se është dënuar, nuk është se ka një pa letra greke. Është dënuar për pasaport që kishte dalë nga si sortë vendimi. Për mbajtjet një pasaporte që kishte dhënë. Kjo është gjithë historia e saj. Tani çështja është, po. Tani se bëhet nga herë qimja të radhë, duke se çka ka bë, ka marr shpatën, manekun. Kështu kanë ikur shumë gjyqtar, prokuror edhe deputet, ti përmenda rastet, për shumë më pak se sa kaq. Po janë kapur në kohë, dhe kanë qenë brenda kritereve ligjore. Dhe nuk janë kapur me falsifikime. Ti kujdes. Ka qenë histori tjetër. Kanë qenë mbledhje, kanë qenë gjëra të kësaj, kanë qenë shumë të rënda se sa këto. Kështu që në këtë pikë mos i krahasojmë se janë dy gjëra krejtë ndryshe. Okej, mirë, përfundoj këtë më jam që po thoje pa. E dyta, pra po thoja që shqiptarët në tërësi kërkojnë letra të huaja dhe nuk është burr më i mirë apo burr më i keq, pse dikush i kërkon ke Greqia, dikush i kërkon në Bullgari, dikush i kërkon në Rumani, gjithë ulësira perëndimore i kërkon në Itali, në Gjermani, ku të mundet. E kupton? Kjo është historia e shqiptarëve. Ka sot e kësaj dite, edhe në çastin që flasim, shqiptarë që shkojnë në Itali se kanë nevojë mjekësore dhe falsifikojnë letrat e sigurimeve shëndetësore atje për të marrë shërbime spitalore. Dhe halli çfarë bën? Manjan. Po thon drejt. Pas ka ardhur dhe një Jena gjoka shqiptare si gjithë, edhe e ka tentuar ta bëjë gjë në mënyrë të pasuksesshme. Si shumë shqiptarë, e tham dhe vetë, problemi është e mos deklarimit, tek fsheja, po për të qenë transparent, sapo kam rritur një njoftim i fundit, që është i prokurorisë së përgjithshme, e cila thotë, të nderuar koleg, lidhur me njoftimin e sotëm të prokurorisë së përgjithshme, lidhur me vendimin e miratimit, jo është e KLG-s, ndjes, lidhur me vendimin e miratimit të rezultateve të verifikimit të thelluar, të deklarimeve të bëra në formularin e vetë deklarimit, datë 22/4/2016 për subjektin Irina Gjoka, Shpata, Maneku, gjyqtare në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ju bëj me dije se deri në orën 20:30, datë 20/1/2026, pra dita e sotme, në adresë të KLG-s nuk kam rritur asnjë dokument zyrtar, sapo shkresa e prokurorisë së përgjithshme të mbërrijë zyrtarisht, ajo do të administrohet nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në KLG dhe më pas do të ndiqet procedura përkatëse ligjore. Pra, ky ishte njoftimi i KLG-s, e cila me sa duket ka nxjerrë dhe blof prokurorinë e përgjithshme, se lajmi është bërë i ditur nga prokuroria e përgjithshme sot. Jo, ma është çështje poste ajo, nuk çështje poste, okej. Mirë, mos nxitohemi me konkluzione. Protestat ndaj postierit i pranojmë. Tani çështja është që në këtë pikpamje, pra diskutimi moral është ky që është dhe ne nuk kemi çati shtojmë. Sa i prek vendimarrjet e Irina Gjokës, ndaj Berishës, me Diut, se kanë në proces gjykime të çështjeve? I prek zero. I prek zero?